Bismillahirrahmanirrahim. Mirë se vini në serin tonë mbi 40 hadithet e Imam Nawaviut, Allahu e mëshiroft. Ku çdo javë analizojmë nga një hadith të pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hadith që shpresojmë të ketë ndikim pozitiv në jetën tonë. Nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, transmetohet se profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka përcjellur një hadith kudsi, ku Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: kushdo që tregon armiqsi ndaj veliut tim, ndaj mikut tim të dashur, unë do t'i shpall luftë atij personi. Robi im nuk mund të më afrohet me diçka më të dashur tek unë se sa me obligimet, farzet. Robi im do të vazhdoj të më afrohet mua me vepra nafile derisa unë ta dua atë. E kur ta dua robin tim, atëherë do t'jem dëgjimi i tij me të cilin dëgjon, do t'jem shikimi me të cilin shikon, do t'jem dora me të cilën prek, do t'jem këmba me të cilën ec. I këtilli, nëse më kërkon diçka, patjetër që do t'ja jap. E nëse kërkon mbrojtje nga unë, gjithsesi do ta mbroj atë. Me të drejtë mund pyesim se cilat janë dobit, mesimet dhe mesazhet e përcjellura nga ky hadith i profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Themi se ky është hadithi më madhështor që flet për evliat e Allahut Azza wa Jall. Wali, ose mik, ose i dashur i Allahut, quhet ai person të cilin Allahu Azza wa Jall e ka marrë në mbrojtjen dhe kujdestarin hyjnore, ose quhet ai besimtar i sinqert dhe i përkushtuar në adhurime dhe në nështrim ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra çdo besimtar i devotshëm tek Allahu konsiderohet wali, mik dhe i dashur i Allahut subhanahu wa ta'ala. Rruga për të bërë wali fillon me kryerjen e detyrimeve, me kryerjen e farzeve, me largimin nga veprat e ndaluara, me realizimin e veprave vullnetare dhe distancimin nga gjërat e dyshimta. Normalisht duke ruajtur qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë në këto parime islame. Grada e evliallëkut nuk arrihet me pretendime boshe, as me fjalë të mëdha, as me stil specifik të veshurit. Në anën tjetër, të qenet veli ose evlia i Allahut Azza wa Jall nuk do të thotë domosdoshmërisht të jesh i pagabushëm. Edhe evliat mund të gabojnë, por ata pendohen, mund të rrëshqasin gabimisht nga parimet islame, por kthehen të përgjëruar tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Në Kur'anin famlart, në surën Yunus, ajeti 62 dhe 63, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: pa dyshim, miqt e Allahut nuk do të kenë arsye për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Të tillët janë ata që besojnë dhe i friksohen Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa në surën Bekare, ajeti 257, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: Allahu është mbrojtësi i atyre që besojnë, ai i nxjerr ata nga errësirat në dritë. Nga ajete tjera kuranore, të cilat flasin për miqt e Allahut Azza wa Jall, mund të përmendim edhe ajetet e surës Zumar, ajetet 33 dhe 35. Në këto ajete, Allahu subhanahu wa ta'ala urdhëron dhe thot: ata që e shpallin të vërtetën dhe i besojnë asaj, pikrisht janë ata të përkushtuarit që i friksohen Zotit. Ata do të kenë çfarë të duan të Zoti i tyre. Ky është shpërblimi për punëmirët. Allahu do t'u afal atyre veprat më të këqija që kanë bërë dhe do t'i shpërblej sipas veprave më të mira që kanë bërë. Nga hadithi jon, gjithashtu kuptojmë se veprat të cilat Allahu Azza wa Jall na i ka kërkuar, na i ka caktuar, janë dy llojesh: vepra të detyrueshme
obligative ose njihen ndryshe me termin vepra farz. Dhe lloji i dytë, vepra vullnetare, fakultative ose njihen ndryshe me termin nafile. Farzi ka më shumë vlerë dhe rëndësi se sa nafilja. Kështu që nuk i jepet përparësi një veprimi fakultativ ndaj një veprimi tjetër obligativ. Kushdo që fiton dashurinë e Allahut Azza wa Jall, të gjitha veprat e këtij individi bëhen ashtu siç e pëlqen Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Që do thot, veprimet e tija, dëgjimi, shikimi, prekja, ecja, bëhen sipas udhëzimeve të Allahut Azza wa Jall. Ky individ nuk dëgjon haram. Ky individ nuk i hell sytë në haram. Ky individ nuk e zgjat dorën e tij në haram. As nuk ecë drejt haramit. Allahu Azza wa Jall e ruan atë person nga viktimizimi ndaj epshit dhe kënaqësive të shfrenuara. Allahu Subhanahu wa Ta'ala i aletson atij veprat e mira, e mëshiron, e begaton, e lavdëron. Kjo është shenjë e evlijallikut. Kjo është grada më e lartë e fetarisë, e cila quhet grada e ihsanit. Pra, të dëgjuarit e evlijas është vetëm për Allahun. Të parët e evlijas është vetëm për Allahun. Dora e tij punon vetëm për Allahun. Këmba e tij ecë vetëm për Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Allahu e do atë dhe e udhëzon aq shumë sa shqisat dhe veprimet e tij përdoren në bindje ndaj krijuesit dhe në të mirë për krijesat. Allahu Subhanahu wa Ta'ala u përgjigjet të dashurve dhe miqve të vet. Ai pranon lutjet e tyre. I ndihmon ata në rast të vështirësie. U hap dyert e mirësive, u lehtëson në vështirësitë. Interesant është fakti se këta njerëz, këto evlija të Allahut Azza wa Jall, të cilët e kanë pasur të dëshmuar pranimin e lutjeve të tyre, kur nuk i kanë përdorur lutjet e tyre për të arritur një pasuri ose një post nga kjo dynja. Por gjithnjë i kanë janë drejtuar Allahut Azza wa Jall me lutje dhe me dua për të fituar të mirat e ahiretit, shpërblimin e Allahut Azza wa Jall, mirësitë dhe begatit e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Le të sjellim dy shembuj nga pranimi i lutjeve të evlijave. Do të përzjedhi dy fragmente nga jeta e sahabeve. Pse pikërisht jeta e sahabeve? Sepse sahabet janë evlijat më të nderuar pas pejgamberëve të Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Jarir ibn Samura radiallahu anhu tregon se disa nga banorët e Kufës, Kufja është qytet në Irak, disa nga banorët e Kufës u ankuan tek Hazreti Omeri radiallahu anhu, i cili në atë kohë ishte khalifja i dytë i muslimanëve. U ankuan tek Hazreti Omeri për Saad ibn Abi Waqqasin. Saadi ishte governatori i Kufës. Këto banorë të Kufës ngriten shumë ankesa ndaj Saadit, sa që thanë se Saadi edhe nuk dinte të falej siç duhet. Kështu që Omeri radiallahu anhu i çon fjalë Saadit dhe e thërret në Medinë. Pasi që Saadi vjen në Medinë, Omeri i drejtohet Saadit duke i thënë, i drejtohet me një llaqab respektues: O Ebu Ishaq. Ky është një llaqab respektues të cilin Omeri radiallahu anhu e përdori për Saadin: O Saad, o Ebu Ishaq. Këta njerëz pretendojnë se ti nuk e fal namazin siç duhet. Saadi tha: Pasha Allahun, unë vetëm se jam falur me ta, siç është falur pejgamberi i Allahut me ne, dhe kur nuk kam lënë xhamangut prej namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu, për namazin e yatsis, i zjatja 2 rekatet e parë dhe i shkurtoja 2 rekatet e dytë. Omeri radiallahu anhu, pasi e dëgjon fjalën e Saadit, thot: Ky ka qenë edhe mendimi im për ty, o Ebu Ishaq. Omeri radiallahu anhu
dërgoi me Saadin disa persona në Kufe që të pyesin njerëzit dhe banorët e Kufes për Saadin. Kështu pra, ata njerëz, ata besimtar shkuan në Kufe dhe e pyetën popullin e Kufes saqë nuk lanë xhami pa pyetur për Saadin. Kudo që hyshin në xhamitë e Kufes, besimtarët e xhamis pyeteshin nga njerëzit e Omerit, ç'mendim keni ju për Saadin? A keni ankesa për Saadin? Si sillet Saadi me ju? Të gjithë njerëzit, përgjithsisht, të gjithë njerëzit e lavduan shumë Saadin, derisa njerëzit e Omerit shkuan tek xhamia e fisit Banu Abbas. Atje, tek ai fis, një burr i quajtur Usama ibn Qatade ngrihet e thot: "Me qenë se na keni vënë në be, me duhet t'ju them se Saadi asnjëherë nuk ka shkuar vetë në krye të ushtrisë. Saadi asnjëherë nuk ka ndarë me drejtësi plaçken e luftës. Dhe Saadi asnjëherë nuk ka gjykuar drejt." Kur Saadi e dëgjoi këtë ankesë, tha: "Pasha Allahun Azza wa Jall, do t'i drejtohem Allahut për 3 gjëra. O Allah, nëse ky robi yt është gënjeshtar dhe është ngritur për sy faqësi për të dukur, atëherë jepi këtij personit jetë të gjatë, shtoja varfërinë dhe vëre në sprova dhe në vështirësi." Dhe kështu ndodhi. Më vonë, kur e pyesnin Usame, i cili ankoi për Saadin me të padrejt, kur njerëzit e pyesnin Usamen se si ishte, ai përgjigjej: "Burr i shkuar nga mosha dhe gjithnjë në sprov, më ka goditur lutja e Saadit radiallahu anhu." Gjithashtu, dëshiroj t'ju kujtoj një shembull tjetër, përsëri nga jeta e sahabëve të profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet se një grua e quajtur Arwa binti Uwais e akuzon Said ibn Zaidin, shokun e pejgamberit Muhammed radiallahu anhu, se i kishte uzurpuar një pjesë të tokës. Kjo grua e parashton çështjen tek udhëheqësi i kohës, i quajtur Marwan ibn Hakam. Said ibn Zaidi, pasi e dëgjon këtë akuzë, tërhiqet nga prona e tij dhe i thot: "Lëreni token për atë grua, sepse kam dëgjuar profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: kush e merr një pëllëmb tokë padrejtësisht, ajo tokë do të gremiset, ose ai individ do të gremiset në 7 tokat ditën e gjykimit, dhe ajo tokë do i varet në qafë këtij personit zullumçar i cili ka grabitur padrejtësisht një pëllëmb tokë." Said ibn Zaidi pastaj tha: "O Allah, nëse kjo grua është gënjeshtare, atëherë verboja shikimin dhe bëje atë pronë varr për atë gru." Dhe kështu ndodhi. Ajo grua u verbua, kërkonte të gjente murin e të mbahej për të ecur, dhe një ditë për ditësh, duke ecur, ra në pusin e asaj prone, ku ai pus u bë edhe varri i saj, sepse ishte e pamundur që të nxirrej nga ai varr. Nga këta 2 raste, nga sahabët e profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, kuptojmë se Allahu Azza wa Jall i është pranuar dua sa atij personit që i kanë bërë pa drejtësi, atij personit që është evlia i Allahut subhanahu wa ta'ala. Nga hadithi jon, kuptojmë se Allahu Azza wa Jall i ka paralajmëruar njerëzit dhe mund të themi nërthojza u ka dalë burgjit atyre për armiqësinë ndaj evlijave të tij. Duhet që miqt e Allahut të duhen dhe të respektohen, por jo të madhërohen apo të shejtërohen. Armiqësia ndaj tyre konsiderohet gjynah i madh, saqë Allahu Azza wa Jall i ka shpallur luftë atyre që shfaqin armiqësi ndaj miqve të Allahut subhanahu wa taala. Përveç se në këtë hadith
Shpadhja luftë nga ana e Allahut Azza wa Jall është përmendur edhe në Kur'anin famlart, për ata që nuk heqin dorë nga kamata. Në surën Bekare, ajeti 278-279, Allahu Azza wa Jall urdhëron dhe thot: O ju që keni besuar, o besimtar, ta keni frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, dhe hiqni dorë nga kamata, nëse jeni besimtar të vërtet. Nëse nuk e bëni këtë, atëherë ju është shpadhur luftë nga Allahu dhe i dërguari i tij. Duke shpresuar të takohemi javën që vjen, me hadithin vijues po e lë në amanetin e Allahut subhanahu wa ta'ala, fen tuaj, shëndetin tuaj, sigurin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.